Ish banori i Big Brother VIP Kosova, Toni, ka qenë së fundmi i ftuar në emisionin Knape, ku ka folur hapur dhe pa filtra për eksperiencën e tij brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë, duke zbuluar detaje të pathëna më parë që kanë shkaktuar reagime të forta në publik. Gjatë intervistës, ai rrëfeu se gjatë qëndrimit në reality show kishte përjetuar presion nga ana e produksionit për të krijuar një marrëdhënie më intime me banoren Bia, diçka që sipas tij nuk ishte në përputhje me ndjenjat, parimet dhe dëshirat e tij personale. Toni theksoi se kjo situatë e kishte vënë në një pozitë të vështirë emocionale dhe se kishte ndikuar drejt për drejt në gjendjen e tij psikologjike gjatë lojës. Ai tregoi se raporti me Bian kishte qenë fillimisht i natyrshëm, por në momentin që ai kishte vendosur ta ndalonte atë marrëdhënie, kishin nisur edhe presionet nga produksioni. Sipas tij, gjatë rikthimit në shtëpi për ditëlindjen e tij, situatat që nuk i pëlqenin ishin bërë edhe më të dukshme, duke e bërë atë të ndihej i keqkuptuar dhe i përdorur për skenar televiziv. Nuk më ka pëlqyer kjo ide e marrëdhënies me Bian. Kur e ndalova raportin pas disa kohësh për ditëlindjen time, kur u riktheva aty, nisën këto sene që nuk më pëlqenin nga produksioni. Nuk dua të dukemi keq, por unë po tregoj realitetin. Më thanë me bo marrëdhënie me Bian. Nuk e kam pas direkt, por më thanë me bo diçka më tepër se çfarë ke bërë, si bënte për shembull Edi. Unë u thash jo dhe dola prej aty, u shpreh ai. Toni shtoi se kjo situatë e kishte prekur thellë emocionalisht, sidomos fakti që sipas tij ishte manipuluar edhe perceptimi i publikut për atë që realisht po ndodhte brenda shtëpisë. Ai u shpreh se për ditëlindjen e tij ishte ndjerë shumë i lënduar dhe i zgënjur, por pavarësisht kësaj kishte vendosur të vazhdonte rrugëtimin e tij në lojë, duke ruajtur integritetin personal dhe bindjet e veta. Rrëfimi i tij ka hapur debat të gjerë në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës kanë shprehur mbështetje për qëndrimin e tij, ndërsa të tjerë kanë kërkuar më shumë transparencë nga produksioni i formatit. Deklaratat e Tonit kanë rikthyer edhe një herë në vëmendje diskutimin mbi ndikimin e produksionit në dinamikat emocionale dhe marrëdhëniet brenda reality show-ve, duke ngritur pikpyetje mbi kufirin mes spektaklit dhe jetës personale të banorëve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.